instrumenti i okarinës për ju dhe për shikus është ky. Po. Është instrument i cili është zbuluar në vitin 1968 në fshatin Ronek afër Skënderajit, gjatë gërmimeve arkeologjike. Si rezultati i këtyre gërmimeve janë gjetë shumë shtresa të periudhës së Neolitit apo të periudhës e cila daton dikon rreth 6.000-7.000 më tutje vite nga sot. Është një periudhë, mund të themi që është një periudhë e pasur në territorin e Kosovës, për fat mirë prap një ekskluzivitet, këto muaj, para 2-3 muaj është zbuluar edhe periudha e Paleolitit, në arealin afër këtij lokacioni ku është zbuluar kjo, që do të thotë se treva ku ne jetojmë është një treve shumë pasur, shumë stresore në aspektin edhe të qytetërimit, po edhe të shtresave arkeologjike të cilat bartin me vete gjurmë të civilizimit që nga ajo periudhë, domethënë përmi 50.000 vite e kënej, ndërsa instrumentit të cilin e kemi si temë i takon periudhës së Neolitit, që thot nga sot dikon 6.000 dhe 7.000 vite e tutje, aty dikon është daton sepse Neoliti është varet për regionet edhe për periudhës kur ka filluar me u zhvillu, dikon daton pak më herë, dikon pak më vonë, varet në cilën trevë të Evropës apo të Ballkanit është, e kjo është trevë dikon 7.000 më shumë vite që i takon ky instrument. Atëherë, këtë instrumente kemi përveç muzeut e kemi edhe në përdorim përditshëm sot në Kosovë. Po. Në fakt, më lejoni që ta shpjegoj në mënyrë kronologjike se si është zbuluar ky instrument. Siç e tham, gjatë gërmimeve arkeologjike është zbuluar shumë gjetje tjera, ndërto edhe kjo. Në fillim nuk është ditë se për çka bëhet fjala, sepse siç mund të shifet, është e ka me sikur figurat antropomorfe, të cilat janë karakteristike për këtë periudhë kohore. Ju e dini që Prishtina e ka si simbol një figurë të tillë, një figurinë që quhet hynesha në fran, edhe pjesa e epërme, ku është koka, duket e ngjashme me edhe instrumenti i gjason. Por me kalimin e kohës ka qenë një muzicient i njohur, Shaqir Hoti, ka shpas interesim të madh në Muzeun e Kosovës ka qenë vendosur okarina. Nuk është ditë as emri si të quhej. Po. A është interesu edhe i merr për masat, e cila ky instrument është i gjatë 8 cm, ndërsa i gjerë është 5 cm.